Katër punonjës të policisë kufitare të Kapshticës përfunduan në pranga mes tyre një përgjegjës turni pas zbulimit të një sasie droge në një automjet. Kontrollet e imtësishme të Agjencisë mbi Kyrjes Policore një ditë më parë në pikën e kalimit kufitar të Juglindjes me Greqinë konstatuan se në njërin prej automjeteve ishte fshehur një sasi droge e llojeve të forta. Sipas të dhënave rezultoi se lëndë narkotike me sasinë 6 kg ishte heroin dhe ishte fshehur në një vend të përshtatur Enkas në automjet, ndërsa kishte si destinacion Greqinë. Pas sekuestrimit të drogës gjatë aksionit të Agjencisë mbi Kyrjes Policore dhe Drejtorisë Vendore të Policisë në Korçë, por dhe forcave të kufirit, u shoqëruan disa persona dhe u arrestua drejtuesi i mjetit, identiteti i cilit nuk bëhet i ditur. Hetimet e mëtejshme për rastin bën që në pranga të përfundojnë dhe 3 punonjës të policisë kufitare, si dhe përgjegjësi i turnit, të cilët akuzohen për shpërdorim detyre. Personat e arrestuar në flagrancë, 4 punonjës policie dhe një shtetës i dyshuar për kryen e veprës penale të shpërdorimit të detyrës janë nën komisari D me detyrë përgjegjës turni në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, inspektor FB me detyrë specialist kontrollor në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, inspektor LH me detyrë trup shërbimi në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, inspektor DM me detyrë trup shërbimi kontrollor në dalje të pikës kalimit kufitar të Kapshticës, i cili dyshohet edhe për kryerjen e veprës penale të prodhimit dhe mbajtjes së armëve shpërthyese e municioneve. Shtetësi VB banues në Vërdov Pogradec.